shiko, e ka njohur kur ishte 15 vjeç Brigitte Nikolasin e vogël, 15. Ishte shumë i brisht atë. Emanuel, po, pse Nikolas? Ne, po se është dhe Sarkozy që kishte ca hallet të tjera me Carla Brunin, prandaj. E ka tronë me Emanuel quhet. E di. Tani, e ka njohur kur ishte 15 vjeç. Po sepse ëndra e tij ishte të bëjë një Nicolas Sarkozy, po e dihet ky muhabet. Vetëm që Macron bëri një gabim, domethënë në vend të zgjidhte një Carla Bruni, një njeri të medias, modele që do ngeli te zysha e tij. Zysha tani ishte 24 vjet më e madhe. Dihet që respekti për zyshën nuk ikën kurrë. Kështu që pranohet shpullat, do një trekje kështu dhe barsetave, favoritave, është shumë e pranueshme. Unë për mendimin tim tha Enida Qpar që po jo më fal, Aurela tha Qpar jetojnë shoqëri maskiliste, po ta kishte bërë Macroni këtë me Brigittën do ishte bërë nami. Ashtu si po ju kujtohet ajo që ndodhi me Bill Clinton, me Monica Lewinsky, siç e pat Hillary Clinton, vazhdoi karrierën vetëm nga ajo çështje. Që t'jemi të saktë. Nëse s'do kishte ndodhur ajo, dy njollat e Monica Lewinsky të Bill Clinton nuk do. Pra, sa më lart të ngrihemi, shoqëria është shumë tepër feministe se sa është maskiliste. Maskiliste është në shtresat më rurale të shoqërisë. Mos ka qenë gjithmonë kështu, thua dhe mendoj që kështu ka qenë gjithmonë. Kështu për para fryje, kështu për ka mbrapa ta. Jo. Shiko, sa më tepër edukohet njeriu, kupton rëndësinë e femrës në shoqëri, transcendencën që ka nëpërmjet saj me hyjnoren, sepse ajo sjell fëmijë në botë, nëpërmjet Zotit. Kështu që i pranohet gjithçka. Dhe Emanuel i vogël nuk ka që bëni shkreti, ishte 15, si që thash, pranoj të martohej me të pas në 2007. Nuk e rëmbyen, me dashuria në martu. Jo, po prindrit e larguan. Ka një detaj, prindrit e kanë larguar për t'ju shkëputur kësaj lidhje dhe ende në Francë të na ndihmoj zonja që është shumë e mirë informuar se unë, se në Francë ende nuk është trajtuar a ka pat marrëdhënie Brigitte, 39 vjeç, mësuese e letërsisë dhe e dramës, se është mësuese e letërsisë dhe e dramës. Pra, i ka mësuar dhe teatrin Emmanuel Macronit. Pra, e ka mësuar të jetë dhe aktor. Ishte martuar me 3 fëmijë. Ndau bashkëshortin dhe u martua me të 10 vjet pasi e njohur. Kështu që jo, më tepër, 15 vjet pas njohjes së tyre. Nuk është trajtuar ende në Francë nëse në moshën 15 vjeç ajo ka pat marrëdhënie me të miturin. Nuk ka pat. Nuk ka pat. Dakord. Ne nuk kemi nga ta dim këtë.